Dy automjete janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së premtes në Vlorë në dy ngjarje të ndara por të ndodhura vetëm pak minuta larg njëra tjetrës. Rasti i parë është regjistruar pranë zonës së Jonufrës në aksin rrugor Vlorë-Adhim, ku një automjet është përfshirë papritur nga flak. Zjarri është përhapur me shpejtësi, duke bërë që mjeti të shkërmbohet pothuajse plotësisht. Menjëherë pas njoftimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse të cilat kanë ndërhyrë përshuarjen e flakëve dhe izolimin e vatrës së zjarrit për të shmangur përhapjen e mëtejshme të tij. Fatmirësisht, nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar. Vetëm pak minuta më pas, një tjetër automjet tip Benz ka marrë flak gjatë lëvizjes në rrugën që të çon drejt Kaninës, pranë vendit të njohur si Bishti Kaldrëmit. Drejtuesi i mjetit ka arritur të dalë në kohë duke shmangur një ngjarje me pasoja të rënda. Edhe në këtë rast, automjeti është përfshirë nga flakët, ndërsa në vend ngjarje kanë mbritur menjëherë forcat zjarfikse për të vendosur situatën në kontroll. Ngjarjet kanë shkaktuar shqetësim te drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës për shkak të kohës së afërt mes dy incidenteve. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar. Në asnjërin prej ngjarjeve, shkaqjet e zjarreve mbeten ende të paqarta, ndërsa grupet hetimore pritet të zbardhin rrethanat e plota dhe të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për defekte teknike apo shkaqe të tjera.